besimtar në fakt nuk e shikon jetën të kufizuar me jetën dhe vdekjen, e shikon për tej. Pavarësisht se mund të duket diçka e paprekshme, në fakt ajo është ndjenjë, është diçka që ti e kupton dhe jeton me atë lloj kuptimi. Një besimtar gdhiet në mëngjes dhe ngryzet në darkë me idenë që të Zotit jemi dhe te Zoti do shkojmë. Dhe nuk e shikon vdekjen si shkëputje enigmatike. Përkundrazi, një besimtar ka këtë qasje ndaj përditshmërisë. Unë jam përgjegjës për atë që veproj sot dhe do shpërblehem për këtë ke Zoti. Kështu që kjo sigurisht e mbush me shpresë, me motivim, me më shumë forcë dhe goditje dhe diagnozave të vështira i përballon në formën e një sprove. Sepse besimtari ecën me konceptin që Zoti atë që do e sprovon më shumë. Sigurisht që dhimbja është proces krejt i natyrshëm dhe ajo që unë dua të them për publikun është që asgjë e mirë në fakt nuk vjen pa dhimbjen si koncept. Që do të thotë dhimbja na bën njerëz na ndryshon në fakt dhimbja, na bën njerëz më të mirë. Na bën realisht njerëz më të mirë, sepse kuptojmë në lëkurën tonë atë tjetrin që ndoshta nuk e kishim imagjinuar kur.